Pra muslimani, kur don me ndalu fëmijën e tina prej moraleve të ulta, prej sjelljeve të këqija e kështu me radhë, atëherë do të më koni parë i cili largohet prej tyre. Për shembull, ne shpesh e dëgjojmë që fëmijët shajnë. Prej nga mësuan ata shamin? Pra ka mësu prej prindit tina. Po prindi vetë dhe mos e shoj kurse ai vetë dëgjon prindin e vet të shoh. Ai mendon që kjo është një gjë e mirë. Po ti do i parë do të largohesh prej këtyre gjërave, pastaj më ndalu fëmijën. Po çfarë përmano më herë shamin, këto vjen edhe te rrana. Për shembull, shpesh e gjej fëmia 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet rran. Për nga mësoj ai rranën, po rrana nuk është natyrshmërisë cilën e krijon Allahu subhanahu wa taala fëmin. E kjo ndodh shpesh, edhe shpesh i vreni fëmijët që janë të vegjël fillojnë me rrejt. Këto për ku e mësoj ai? Po mësojnë ose pi prindët, ose pi vllajt më të madh, ose pi motrës më të madhe, ose pi tafën e tjerë kështu më radh. Pi ty ne mëson rran. Prandaj ne e shohim që ka pi prindëve që i thotë fëmijës hajde do vao diçka, edhe e bën dorën grosht. Kur vjen ai nuk e çel dorën s'ka kurrë. Kjo është rran. E piksojnë e mëson fëmija që po bëj kamerajt. Pra ti vetë me fëmin ton po sillesh, po ki raport duke përdor rranën, atëherë vaj ka me mësu rranë. Për shkak ka në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Amir, i cili thot: "Da'atni ummi yawman wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baytina." Thot një ditë nana ime më ka thirr, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ulur në shtëpinë tonë. Fa qalet: "Ha ta'ala watiq." E ka thonë hajde të dha diçka. Fa qala laha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma aradta an tu'tih?" E ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka do të më dhon? Qalet: "U'tihi tamran." Do të më dhoni një hurme. Fa qala laha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, atëherë thot i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: "Amma innaki law lam tu'tihi shay'an kutibat alayhi kidhba." Thot sikur mos të kishe dhënë kurrë, tu ke shkruar në rreth te Allah subhanahu wa taala. Tu ke shkruar që ke rrejt në herë te Allahu subhanahu wa taala. Edhe Abu Huraira radiallahu anhu thot: "Men qala li sabiyyin ta'ala haka tamran." Thot kush i thot një fëmijës hajde ta dhoni hurme, thumma lam yu'tihi shay'an fa hiya kidhba. Po ta pastaj nuk jep kurrë, atëherë kjo është rran. Kjo i shkruhet rran te Allahu subhanahu wa taala. E nga një herë shpesh prindërit e përdorin rranën për me mashtru fëmijët ose për me bëj gara me ta e kështu me radhë. Kjo shkruhet si rran. Do rrana nuk është e lejuar në asnjë mënyrë, as hajgare as në gjëra tjera. Edhe fëmijët prej vëzhglis mësohen me përdor rranën, raportet, sjelljet, marrëdhëniet me tjerë, se këto e kanë mësuar ose pi prindërve ose pi vëllezërve më të mëdhenj ose pi motrave e kështu me radhë.